Përshëndetje shenja e peshores, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi Hierofanti, 2 shkopinjt, Mbretëresha e shpatave, Asi i monedhave. Energjia juaj personale këtë javë fillon me Hierofantin, një kartë që lidhet me vlerat, moralin dhe mençurinë e brendshme. Ju mund të ndiheni në një moment ku po reflektoni mbi parimet që ju udhëheqin dhe mbi drejtimin që dëshironi të merrni në jetën tuaj. Kjo kartë shpesh shfaqet kur një person kërkon stabilitet dhe kuptim më të thellë në zgjedhjet që bën, por pas kësaj shfaqet 2 shkopinjt, që tregon një moment planifikimi dhe shikimi drejt së ardhmes. Pra ju mund të jeni duke menduar për një hap të ri ose për një mundësi që mund të ndryshojë drejtimin e jetës suaj. Është sikur ju po shikoni horizontin dhe po pyesni, cili është hapi im i ardhshëm? Mbretëresha e shpatave sjell qartësi psikologjike dhe sinqeritet. Ju mund të ndiheni më të fortë në mendimet tuaja dhe më të aftë për të parë situatat pa iluzione. Kjo kartë tregon një energji pjekurie dhe pavarësie ku ju jeni gati të merrni vendime të drejta edhe nëse ato kërkojnë një qëndrim të fortë, të palëkundshëm. Në fund shfaqet Asi i monedhave, që është një kartë shumë pozitive për fillime të reja praktike. Mund të jetë një mundësi e re në aspektin financiar, një projekt i ri ose një hap që sjell më shumë stabilitet në jetën tuaj. Pra mesazhi është kur vendosni të ndiqni vlerat tuaja dhe të mendoni qartë për të ardhmen, mund të hapet një derë shumë e rëndësishme për ju. Kartat këshillojnë të mos keni frikë të bëni plane të mëdha për të ardhmen, sepse mendja juaj është shumë e qartë këtë javë dhe mund të merrni vendime të mira. Kalojmë në familje. Në familje kemi 8 shkopinj, 8 shpatat, forca, Asi i shpatave. Energjia familjare këtë javë mund të fillojë me shumë lëvizje dhe komunikim. 8 shkopinj tregon zhvillime të shpejta, lajme ose biseda të shumta brenda familjes. Mund të ketë situata që kërkojnë reagim të shpejtë ose vendime të menjëhershme, por menjëherë pas kësaj shfaqet 8 shpatat, që tregon ndjenjën e kufizimit ose bllokimit psikologjik. Pra dikush në familje mund të ndihet i kapur në një situatë ku mendon se nuk ka shumë zgjedhje. Forca është një kartë shumë e bukur që tregon durim dhe kontroll emocional. Ajo sugjeron se situata mund të stabilizohet përmes qetësisë, mirëkuptimit dhe butësisë. Në fund shfaqet Asi i shpatave, karta e qartësisë dhe e së vërtetës. Një bisedë e sinqertë ose një moment ku e vërteta thuhet hapur mund të sjellë zgjidhje për një situatë familjare. Pra mesazhi është se edhe nëse situatat duken të tensionuara në fillim, qartësia dhe komunikimi i drejtë mund të sjellin paqe. Pra, kartat këshillojnë ruani qetësinë dhe mos reagoni me impuls, sepse ndonjëherë një fjalë e butë ka më shumë fuqi se një debat. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi 9 kupat, njeriu i varur, Mbretëresha e monedhave, Magjistari. Në dashuri, energjia për ju këtë javë është shumë interesante dhe ka potencial të madh për realizim emocional. 9 kupat është një kartë e dëshirave të përmbushura dhe kënaqësisë emocionale. Pra, ju mund të ndiheni shumë mirë me emocionet tuaja ose mund të ndodhë një situatë që ju sjell gëzim në zemër,
por më pas shfaqet njeriu i varur që tregon një moment të reflektimi ose pritjeje. Mund të ketë një situatë në dashuri që kërkon durim ose një mënyrë të re për ta parë realitetin. Energjia ndryshon me mbretëreshën e monedhave, e cila sjell stabilitet dhe ngrohtësi në marrëdhënie. Kjo kartë tregon një person që është i besueshëm, i qëndrueshëm dhe që di të ndërtojë një lidhje të fortë. Në fund vjen Magjistari, një kartë shumë e fuqishme që lidhet me manifestimin dhe fillimet e reja. Ai tregon se ju keni fuqinë për të krijuar realitetin që dëshironi në dashuri. Pra narrativa e dashurisë për ju këtë javë më le të nënkuptoj se ju mund të filloni javën duke ndier një ndjenjë kënaqësie emocionale ose duke kuptuar se një dëshirë e zemrës suaj është afër realizimit. Më pas mund të kaloni një moment të reflektimi ku pyesni veten se çfarë dëshironi vërtet nga dashuria. Ky reflektim ju çon drejt një energjie më të qëndrueshme dhe më të pjekur emocionale. Në fund ju mund të kuptoni se keni fuqinë për të krijuar një lidhje që reflekton dëshirat dhe vlerat tuaja më të thella. Pra kartat këshillojnë të besoni në fuqinë tuaj për të krijuar dashurinë që ju vërtet dhe vetë dëshironi. Kur e dini qartë çfarë kërkoni, energjia fillon të lëvizë pikërisht në atë drejtim. Kalojmë tek puna. Në punë kemi 10 shkopinjt, perandoresha, mbreti i shkopinjve, dielli. Në punë, energjia këtë javë fillon me 10 shkopinjt, që tregon shumë përgjegjësi dhe ngarkesë. Ju mund të ndiheni sikur po mbani shumë detyra ose presion mbi supe. Ndonjëherë kjo kartë shfaqet kur një person punon shumë dhe ndjen lodhje, por energjia ndryshon me perandoreshën që sjell kreativitet dhe zhvillim. Kjo mund të tregojë një ide të re, një projekt që fillon të rritet ose një mundësi që ka potencial për sukses. Më pas vjen mbreti i shkopinjve që është një kartë leadershipi dhe vizioni. Kjo mund të tregojë një figurë autoriteti në punë ose një moment ku ju vetë merrni më shumë kontroll mbi situatën profesionale. Në fund shfaqet dielli, një nga kartat më të mira në tarot. Ai tregon sukses, qartësi dhe rezultate pozitive. Pas përpjekjeve dhe lodhjes, ju mund të shihni një rezultat shumë të mirë në punë. Pra mesazhi është se edhe pse mund të ndiheni të ngarkuar në fillim, përpjekjet tuaja mund të sjellin sukses dhe kënaqësi profesionale. Kartat këshillojnë mos u dorëzoni nga lodhja. Puna që po bëni tani mund të japë rezultate shumë të bukura. Kalojmë në Prism Oracle ku kemi happiness, lumturi. Atëherë, kjo kartë është një nga mesazhet më të bukura që mund të shfaqet në një lexim. Happiness ju kujton se lumturia shpesh vjen kur ju jeni në harmoni me veten dhe me zgjedhjet që bëni. Pra mesazhi është se kjo javë mund t'ju sjellë momente të vogla, por shumë të vlefshme që janë të mbushura me lumturi. Këshilla është që të lejoni veten të shijoni këto momentet e vogla dhe të bukura, pa i analizuar shumë ato. Paçim.